Në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë është shtyr gjykimi Gavrilo Milosavljevićit nga Istoku i akuzuar për krime lufte në burgun e Dubravës. Është paraparë që të merren në pyetje 2 dëshmitarët e mbrojtjes, por ata nuk erdhën, kështu që avokati Dejan Vasić kërkoi shtyrjen e tyre pasi nuk ishte mundur të vinte në kontakt me ata dëshmitar. Gavrilo Milosavljević u arrestua një dhjetor të vitit 2022 kur shkoi për të raportuar pronën e uzurpuar në komunën e Istokut dhe u akuzua për krimet e supozuara në Dubravë, ku 108 të burgosur vdiqën gjatë bombardimeve të NATO-s. Kryetari Alternativës Mimoza Kosari Lila, e cila fitoi mandatin në listët e vetëvendosjes në zgjedhje të 9 shkurtit, tha se ende nuk ka marrëveshje të konfirmuar me Partinë e Fatmir Limajt për votimin e qeverisë së re. Kosari Lila tha se Limaj dhe 2 deputetët u zgjedhur nga partia e tij kanë shprehur vullnetin e tyre, por ende nuk është vendimi përfundimtar. Ajo tha se me votat e pasigurta të nismas dhe 8 votat e konfirmuara të pakicave përfshirat të Nenad Rashidit, ende mungojnë 2 vota për një shumicë të thjeshtë që do të votonte për qeverinë e tretë të Albin Kurtit. Ish diplomati Blerim Canaj ka thënë se qeveria e re e Kosovës do të formohet nga opozita sepse Kosova nuk e ka luksin se çdo 6 muaj të jetë pa qeveri. Qeverinë do të formojnë partitë që janë në opozitë dhe mendra saj do të ketë pakica. Pastaj Albin Kurti do të dalë publikisht dhe do të thotë se a shihni tani ndikimin e Serbisë në partitë opozitare, mendoj se bota po kalon në një situatë të vështirë dhe se Kosova nuk e ka luksin që të mbetet pa qeveri çdo 6 apo 8 muaj, tha Canaj. Qeveria e Kosovës ende nuk ka treguar nëse do të kërkojë sërish nga kërkesa e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës të përfshihet në agjendën e mbledhjes së Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës që mbahet në maj. Çështja që ndikoi në vendimin për mosfutjen e kërkesës së Kosovës në agjendën e Komitetit të Ministrave në maj të vitit të kaluar ishte mungesa e formimit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Projekt statuti i Asociacionit të Komunave serbe, i cili është hartuar nga Bashkimi Evropian, nuk është dërguar në gjykatën kushtetuese për vlerësim nga qeveria e Kosovës. Bojan Stanić nga Oda Ekonomike e Serbisë tha për Kosova Online se në 1 muaj ose 2 muaj të ardhshëm pritet një takim në të cilin mund të arrihet një marrëveshje për tarifat amerikane ndaj mallrave serbe pas vendimit të Donald Trump për të vendosur dhe më pas për të shtyrë zbatimin e tarifave doganore, të cilat për Serbinë arrin deri në 37%. Në Serbi rreth 660 kompani eksportojnë mallra në Amerikë. Vlera totale e eksporteve në vitin e fundit ishte 620 milion euro, kryesisht pjesë automobilistike dhe goma, si dhe municion dhe armë ushtarake dhe armë gjuetie. Profesori ekonomistë në Prishtinë Shkumbin Misini tha për Kosova Online se propozimi i presidencës Vjosa Osmani që Kosova të heqë tarifat doganore për të gjitha mallrat amerikane është një gjë e mirë. Osmani e ka paraqitur atë propozim pas vendimit amerikan për vendosjen e taksës doganore prej 10% për mallat e importuara nga Kosova, e cila do të eliminonte konkurrencën e mallrave të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka propozuar disa privilegje të cilat nuk mund të zbatohen për shkak se qeveria nuk ka marrëdhënie të mira bilaterale me Departamentin e Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, theksoi Misini. Zyra rregullatorit për energji ka konfirmuar se çmimi i energjisë elektrike në Kosovë është rritur për rreth 16% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Përmes një njoftimi përshtyp pas mbledhjes së bordit, zyra njoftoi edhe me shkrim kërkesat e miratuara të 3 operatorëve të energjisë. Paraprakisht, në pjesën e seancës që ishte e hapur për publikun, u miratua vendimi për të ardhurat maksimale të kompanisë energjetike. Gjatë kësaj kohe është mbajtur një protest para zyrës nga qytetarët që kundërshtojnë rritjen e çmimit të energjisë elektrike.
Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se bloku B2 termocentralit Kosova B është rikthyer në funksion. Sinkronizimi me rrjetin elektrik është arritur mbrëm pak para mesnatë dhe njësia tani është duke punuar në mënyrë stabile, thonë nga Keku pas mbylljes së bllokut B2 për shkak të një mosfunksionimi. Kosova detyrua të blejë energji elektrike për 3 ditë. Arsyeja mbylljes së bllokut B2 është vjetërsia termocentrale dhe Keku thotë se remonti nuk është bërë për shkak të një gabimi të menaxhmentit. Moti në Serbi të shtunën do të jetë kryesisht me vranësira dhe me i fresket me reshje shiu, kurse në male me të larta në jug dhe jug perëndim me borë. Deri në fund të ditës në të gjithë vendin pritet të pushojnë reshjet dhe të kthellohet pjesërisht qielli. Temperatura mëngjesi do të sillen nga 3 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.